Qyteti im, shtëpia ime, dialog midis nesh, qytetar, biznesmen, bashki. Vizioni ynë për ta parë Fierin nga kuota të larta qytetërimi. Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik, hapësira turistike, vlera intelektuale. Miq të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur këtu në studion e televizionit Apollon. Rishihemi sërish pikërisht në emisionin ton të përjavshëm Qyteti im, shtëpia ime. Ndryshe nga herët e tjera, sot do të diskutojmë për ne roli i gazetarëve, roli i medias dhe liria e saj. Për të diskutuar rreth kësaj teme sa të gjerë dhe të larmishme, unë kam një panel të ftuarish të cilët janë gazetar me emër në fushën e gazetarisë. Do doja që ta nisja nga e ftuara speciale është zonja Zenepe Luka. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Faleminderit. Është i ftuar nderi pikërisht zoti Maku Pone, gazetar ndër vite në televizionin Apollon vitet e fundit. Përshëndetje. Kemi zotin Vladimir Muçaj, kryetarin e Unionit të Gazetarëve në Fier. Përshëndetje. Është i ftuar gjithashtu gazetari ynë në Vlorë, Vangjel Sako. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. I ftuar punojësi i stafit të televizionit Apollon, Agron Gjerazi. Përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën tonë. Kemi gjithashtu gazetarin Besnik Sulejmani, gazetari i televizionit Apollon. Kemi gazetarin Bujar Rama, kemi gazetarin Lavdosh Miho, si dhe operatorët Nexhat Metushi dhe Fatmir Xeba. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Unë do doja në fakt pa i vendosur gishtin askujt të hidhja një temë për diskutim. A ka sot liri media në vendin tonë? Nuk do ta merja në rafshin brenda qytetit Fierit, brenda qytetit të Vlorës, por a ekziston liria e shtypit në Shqipëri? Zonja Luka. Faleminderit për ftesën. Unë kam kënaqësinë që jam në televizionin Apollon, që sinqerisht e vlerësoj, e kam thënë me njëherë tjetër që është një televizion i pavarur, që sjell një informacion të bollshëm, flas për Vlorën, një informacion i saktë, tepër korrekt, dhe sinqerisht jam ndjehem mirë, domethënë. Tema që keni menduar të trajtoni në këtë panel, kolega ime, është sa e gjerë, sa e vështirë për të shprehur, aq edhe të përgjegjshëm për ato që themi. Unë jam një gazetare me një stazh 35 vjet. Një muaj përpara mbusha 10.000 shkrime gjatë gjithë karrierës time. Dhe të them të drejtën, këtë pyetjen tuaj e shikoj duke lidhur me të kaluarën time si gazetare në regjimin monist, që sikurse dihet ishte një liri, madje s'do thoshim liri, ishte një kufizim absolut, ishte një diktim që bëhej nga redaksia, nga kryeredaktori, sipas udhëzimeve që jepeshin në atë kohë. Nëse bëhet fjalë pas rënies së regjimit, kuptohet, ka ndryshuar tërësisht, media është shumë fishuar, ka ndryshuar në strukturë dhe në përmbajtje, dhe kjo është një arritje shumë e madhe e demokracisë. Sikurse dihet, media tani flet hapur, flet çiltër. Por unë dallohem si gazetare që më tepër të rreq vëmendje për problematikën që është. Nuk mund të mohohen arritjet edhe në këtë fushë të medias. Absolutisht nuk mund të mohohen. Por unë do ndalesha tek një aspekt që gjithmonë më shqetëson dhe që e ngres si problem her pas here, edhe në shkrimet e mia, po edhe në debatet televizive. E kam thënë këtë edhe në Top Channel, në një panel tjetër, edhe tek Vision Plusi. Ndoshta nga fakti që unë jam gazetare profesioniste, jam diplomuar gazetare dhe e kam shumë të shtrenjtë profesionin, e kam me pasion dhe e shoh në atë këndvështrimin tjetër, domethënë. Më duket se liria i ka kaluar paksa të saqet e të qenit media e shkruar dhe media vizive. Shikoj që tek e fundit gazetaria ka parametrat e saj, ka rregullat, normat, ka manualin e saj që nuk duhet të shkelur. Po shikoj në tërësi në median vizive, po edhe të shkruar, që
është i pozicionuar jo tërësisht, kuptohet, po bie në sy, është fenomen media, televizionet, gazetat thuhet e pavarur, po asnjëherë nuk që e pavarur. Pra, janë vënë në shërbim të një klase politike të caktuar, të një klani të caktuar, të biznesmenëve të caktuar, edhe për këtë më vjen jashtëzakonisht keq. Jashtëzakonisht keq. Këtë e lidh jo thjesht me faktin që një armatë e madhe tani e punojësve të medias. Unë ju them kështu dhe mos ma marrin për keq kolegët, sepse shikojnë në këtë batalion, ndoshta edhe brigadë të njerëzve të medias, ka edhe të tillë që nuk kanë arsimin përkatës, nuk kanë kulturën përkatës, nuk njohin teorinë e gazetarisë, nuk njohin rregullat e publicistikës, nuk njohin përgjegjshmërinë e gazetarisë, vjen në shërbim të X-it apo të Y-it. Fillo. Qartë, zonja Luka. Me pak fjalë, ekziston një liri në media, sepse do të ndalemi pak më vonë tek detajet që ju vlerësoj, që i... Do të thosha është e kapërcyer, një liri e çfrenuar. Faleminderit. Atëherë kalojmë, po. Do të shtohet diçka, unë ndihem i nderuar që ndodhem të panel, aq më shumë ku tu ka edhe gazetarë të vjetë dhe profesionistë, ashtu siç është edhe zonja Luka në këtë rast apo edhe kolegët e tjerë. Me që po tema e lirisë medias, unë jam plotësisht dakord me atë që sapo nënçoi kolegja Luka, kjo liri ndonjëherë edhe është tejkaluar. Realisht pas viteve 90 pati një fluks të madh mediash edhe media realisht duke qenë edhe kjo produkte kësaj politike, kësaj ekonomie tregu, realisht edhe media nuk do të ngjelte pas si thuaç edhe kjo fushë demokracie. Pra media është zgjeruar, ka patur liri, po te kjo liri neve duhet të ndalemi. Ndoshta kjo është një temë shumë e gjerë, kërkon një panel ndoshta edhe më të zgjeruar, edhe kohë dhe hapësirë më shumë, por pa u futur në detaje në specifikat veçanta, unë do të thosha se problemi më i madh, unë para se të vija në emision, po vrisja mendjen për të thënë një 2-3 gjëra shkoqura ashtu realisht siç ndjej unë edhe nga eksperjenca ime. Kjo liri është në shumë raste është edhe shfrenuar. Jam plotësisht dakord me fjalën që sapo tha dhe zonja Luka se në këtë armatë të madhe gazetarësh ka edhe gazetar jo profesionist, ndoshta e them po them një fjalë akoma që më të rënd të papërgjegjshëm, por kjo vjen ndoshta edhe nga raporti janë krijuar midis gazetarëve, pronarëve etj. Thash, është një gamë shumë e gjerë, duhet një emision i posaçëm për të kapur një temë për ta shohur atë deri në fund. Problemi që dështonon ka të bëjë me faktin se sa akses ka publiku, ne jemi gazetarë, dalim në teren, kronika për gazeta, për televizion, në radio tjetër, po sidomos më shumë ekrani që e konkuron realisht, du të pranojmë të e konkuron më shpejt lajmi se sa gazeta, sa akses ka një qytetar, një atakuar në teren, për të shprehur tek media jonë të një gazetë apo të një televizion. Realisht, unë kam edhe nga eksperjenca ime, duke qenë një lexues dhe një profesionist, kam edhe rastet e mia personale, por mund t'japem me 10 raste edhe në këtë televizion nderuar ku jeni ju edhe punoni ju aktualisht edhe gjithë kjo armatë gazetarësh edhe kameramanësh edhe një prapavi e gjithë. Sa akses, pra nuk e di, nuk toni drejt, sa akses ka një që atakohet direkt nga një shkrim apo nga një kronik. Kam pasur raste, 2-3 raste vetë personalisht në një gazetë dhe me pak fjalë do ta ilustroj duke bërë pak më konkrete, në një kronik që kam bërë ditën tjetër doli diçka e re në këtë lajm, mua s'ma pranoi gazeta dhe pata probleme me këtë qytetar. Ose një rast tjetër, një qytetar komune, unë vazhdim të lajmit, gazeta nuk ma botoi vazhdimin e lajmit dhe ky qytetar, ky kryetar i zgjedhur në pushtetin lokal, arriti sa hodhi gazetën në gjyq dhe fitoi 10 milion lekë të vjetra. Bëhet fjalë për gazetën Shekulli. Por mos ma keq kuptoni, është edhe një konstatim shumë dashamirës që realisht do t'i shërbej punës tonë të përbashkët si gazetar, pavarësisht nga media ku ne punojmë, edhe këtu në televizionin tuaj unë kam parë një rast të tillë që më ka bërë përshtypje, fliste dikush për një mjek e tjera pafundësisht, por nga ana tjetër unë nuk dëgjova zërin e mjekut, as ditën tjetër. Pra, i solla këto 2-3 shembuj duke marrë edhe nga provoja ime për të thënë se shumë herë kjo liri është, si thua, është cënuar. Pasi për të folur për probleme të tjera teknike, probleme të vogla, flasim tek liria, pra liria e cënuar e media sipas jush. Zoti Pone. Në vijim të temës së drejt për lirinë e medias, ka një raport ndërsjellët. Sa media është e lirë edhe sa të lirë janë njerëzit për të shkuar një mediaje. Janë të dy planet që duhen shikuar pranë e pranë.
Jam dakord me mendimin që kjo liri nuk do thosha të cënuar, por nuk menaxhohet drejt. Thotë një gazetar i vjetër, qenin e lidhur në zinxhir, sa po të këpu zinxhirin do të bie në rrotat e makinës më të parë. Do më thënë, ajo që u ndje në Shqipëri me lirinë e medjes, pa u ndalur në të kaluarën e diktaturës, kur unë për fatin tim të jetës time kam qenë një nga kryeredaktorët e asaj kohe dhe asnjë bëhet krahasim. Nuk bëhet fjalë për një liri. Nuk ekzistonte shprehja liri e medjes. Atëherë ishte liri e diktaturës, e cila mund të urdhëronte, udhëzonte, diktonte etj dhe nuk do të bëjmë fjalë për atë të kaluar se është jashtë temës. Në një temë më të gjerë që ka të bëjë me kulturën mediatike mund të ndaleshim. Pra, këtu problemi është se si menaxhohet kjo liri. E dyta që mbie në sy, qoftë në median e shkruar, qoftë në median elektronike, unë pa e hapur gazetën sot, pa e marrë si shembull, unë e di pozicionimin e kësaj gazete. Në mënyrë absolute aty nuk ka një, edhe ajo që afirmohet, ajo që diktohet nga një realitet i caktuar, ajo që pranohet në planin europian ose botror, jo, këtu nuk pranohet asgjë. Por nuk mund të ekzistojë një media e cila do të jetë në oponencë të gjithanshme, të përgjithshme, totale ndaj një qeverisjeje. Edhe ky është një robërim, në fakt mund të pretendohet për liri, por ky është një lloj robërimi modern, i moderuar, i fshehur, i cili ja bën mu. Dhe po të marr gazetat partijake pastaj, po të vepran e pran, rëdën kraun e majtë, zërin e popullit në anën tjetër, unë e di shumë mirë se e njëjta ngjarje, e njëjti fenomen do të ketë të dy këndvështrime. Po ne dim të është nga jeta dhe nga filozofia që e vërtet është një dhe vetëm një. Prandaj, së tretit do të doja që të kuptohesh kjo liri në pasqyrimin e mirëfill të një realiteti politik, ideologjik, ekonomik, shoqëror, kulturor dhe sportiv. Mbasi edhe për sportin madje do të thoshe që nuk shkrohet në të njëjtën mënyrë. Ka manipulime deri tek një ndeshje sporti, po marr gjën më të fundit. Domethënë, atëherë ne nuk duhet të dimë se si ta përdorim lirinë. Ne jemi të lirë. Nuk diskutohet që jemi të lirë në media, por ndonjëherë kalojmë cakun e lirie, ndonjëherë bjem në cakun e lirisë. Pra, jemi ne që diktojmë nganjëherë ose janë rrethonat njerëzit që na diktojnë ne. Po, qartë, zoti Sulejmani? Në fakt, unë lirinë e medias do ta kuptoja me respektimin e detyrave dhe drejtave. Është gjinon shumë i rëndësishëm në veprimtarinë e një gazetari. Të respektosh tjetrin do të thotë të respektosh vetveten. Apo të kesh liri nuk do të thotë që të shtypish lirinë e tjetrit. Në shumë raste gazetarët abuzojnë. Do të thotë ka raste konkrete kur gazetari shkon dhe më këmbulje kërkon atë që i duhet, që ja kërkon redaksia, ose që i duhet aty, qofshin këto për interesa të ngushta, meskine, apo dhe interesa më të gjera. Pra këtu unë kuptoj një abuzim me lirinë e medias, do më thënë gazetari abuzon me këtë lirinë. Pjesa tjetër është që shkelet kodi etikës. Shumë gazetarë për të qenë të parë në dhënien e informacionit, japin dizinformacion ose krijon dhimbje të persona të tjerë, veprimtarinë e cilëve ose problemet e cilëve i pasqyrojnë. Pjesa tjetër është që media është e kapur e lidhur nga politika, pra nuk është e lirë. Profesor Maku tha, mori shembull dy gazeta që janë partijake, do dihen, po ka dhe televizione apo media të shkruar që dalin hapur, janë të pavarura normalisht dhe pozicionohen politikisht. Ka dhe nga ata që janë më zgjuar, i kapin shpejt kthesa politike, edhe i bien më përpara trumbetave për të treguar që jam i këtij krahu ose të krahu, ose për të përfituar kredibilitet personal apo politik apo qoftë edhe ekonomik. Pra, për këtë mendim unë bashkohem me Zenepe Lukën, gazetare e njohur që është një spektër shumë i gjerë. Unë mendoj që liria është në thojza. Po, e kufizuar. Në fakt, në që do shikojmë në planin krahasus të asaj kohë që lanë pas dhe të kësaj kohë që jetojmë,
sepse fatmirësisht apo fatkeqësisht edhe unë mbaj veten tek pleada e gazetarëve të vjetër që kanë jetuar të dy kohët. Do thoshe që nëse në kohën e parë ishte një media e censuruar ose më tepër autocensuruar, sepse edhe ne përpara se të hidhim në letër një problem e kontrolloni vetëm për të mos shkelur vjet e bardhë të partisë. Sot shikoj një, siç e thanë edhe kolegët, një liri të çfrenuar. Po unë kam mendimin që ne duhet ta diskutojmë problemin e lirisë medias me parimet kryesore të gazetarisë. Dhe në këtë aspekt mendoj që ka shumë mangësi në median e sotme në drejtim të lirisë, sepse media është, siç tha edhe kolegu Sulejmani, është jo vetëm e varur politikisht, por është edhe e varur ekonomikisht. Sepse shikojmë paktën në praktikën e sotme, pa hyrë në detaj dhe pa marrë shembuj të gazetave konkrete, që janë të parë pronarët që rendin pas problemit ekonomik, përfitime, por edhe gazetarët në fundit, por rendin pas të marrjes së një rroge për të ushqyer dhe përmbajtur fëmijët, ata që kanë fëmijë, siç jam unë për shembull. Po ka dhe gazetarë që hynë në fushën e gazetarisë me një vrap pele, do ta quaj unë, dhe kujton se kanë arritur kufit dhe me temën e gazetarisë penetrojnë. Sepse pa dashura të konfrontohen me njëri, po quhen gazetarë edhe dasmaxhin për shembull, që me që ka një kamër, ditë filmoj dhe burra më quhen edhe gazetarin. Kështu që mendoj që do të kaloj edhe pak kohë për të kthjelluar ujërat dhe secili të marrë pozicionin dhe profesionin e vet që ka, atëherë më themi që liria e medias është sipas parimeve që ne duam ta kemi lirinë e medias. Tash po diskutohet gjatë këtu për lirinë e medias, dakord janë me gjitha mendimet janë edhe këtu, po për sa i përket së kaluarës nuk është shumë vendi për të diskutuar, sa e kaluar ikur është i ushuar. S'kemi pse ta krahasojmë lirinë e medias sot me lirinë e medias të dikushme. Pavarësisht për censurën e dihet që ka qenë një censurë që nuk lejohesh të shkroje si të donë qefi. Ndërsa sot është liria e fjalës, çdo njeri e shpreh mendimin e tij, e për më tepër gazetari e shpreh mendimin të lirshëm. Nuk jam në kundërshtim me mendimet që thonë këtu që është e shfrenuar dhe liria. Është shumë e shfrenuar. Ne shikojmë sidomos në median e shkruar, kemi edhe gazetarë vendas këtu, zotëria që është kryetari i gazetarëve të Unionit të Fierit, e di mirë se ka gazetarë që kanë shkruar, siç i themin e sandraç, nuk i përgjigjet realitetit të asaj që ka shkruar dhe ka patur reaksion. Edhe ne vetë kemi diskutuar x gazetarë, domethënë kur nuk ka qenë e vërteta, se thelbi i gazetarisë është vërtetësia e lajmit. Kështu që mendojnë që kjo liri është ashtu siç tha zonja që parë dhe siç e thanë të gjithë, është shumë e shfrenuar. Zoti Maku bëri një krahasim me atë qenin, unë e bëj krahasimin me një lepur, që po ta mbash 3 muaj atë leprin të mbyllur dhe po ta lësh të lirë pas 3 muajsh atë, ai nga ajo që është dhjamosur, do eci edhe do ngordhi. Dhe gazetari që është shumë i shfrenuar, do kaloj një moment pasaj që do pengohet dhe do vdesin, do ngordhi si punë e leprit, më thënë. Prandaj kjo është detyrë e gazetarëve, domethënë që të jenë besnik të realitetit, të jenë besnik të vërtetësisë, edhe mos e shkelin etikën, atë që tha zoti besnik, mos shkelin etikën e gazetarit. Bie më tepër në sy, pse mund që si në median elektronike edhe në median e shkruar, bie më tepër informacione. Nuk ka problematika. Nuk ka shumë problematik, si dhe në median e shkruar, informacionet janë në fakt, zoti Xherazi, më tepër në zihen janë ato informacione e atyre të kronikave politike, edhe kronikat e zeza, sidomos sikur janë shumë të modës tash. Çdo gjë o burra dhe deri në plan të parë kronika e zezë. Kjo e frenon teleshikuesin, se në vend shikoj një material informativ që ka një vërtetësi brenda, ai shikon një kronikë të zezë o pas tepët, edhe largohet nga ekrani. Kështu është ky ekran. Në fakt, pyetja që më holla për diskutimin ishte a ka sot liri media dhe pastaj të kalojmë sa e nëpërkëmb lirin gazetari, x gazetar, apo sa akses kemi ne tek audienca. Zoti Rama? Po, ka një kahrendje pas viteve 90 për të kompensuar pikërisht atë humbje të kohës, nëse mund ta quajmë kësaj, të para viteve 90, nëse do ndani në dy etapa. Unë do të thoshe që ka pasur një shfrenetizëm të lirisë, madje dhe nota abuzative në këtë drejtim, dhe kjo do të parë më tepër e konturuar brenda kornizës gazetari përballë patronalizimit ose
presidentit të medias, qoftë të shkruar kjo, apo dhe përballë presidentit të medias pamore. Kësaj, nëse flasim për liri të shprehjes mendimit, do të kalojmë tek ajo e ashtu quajtura aksion me ligjit kalimit, pasi gazetari mendon njëherë veten e vet përballë qëndrimit që mban në përgjithësi linjën që ndjek media e shkruar, domethënë gazeta, dhe kuptohet do të mbaj konkretisht atë qëndrim që ka të paracaktuar edhe vetë në shkrimet e tij. Për sa i përket kësaj lirisë medias, kjo nuk është në karakterin thjesht informativ të një gazetari të terrenit që quhen rëndom, në paraqitjen thjesht të fakteve, të informacionit, por kjo është më tepër në të ashtu quajturat rubrika të komenteve, të analizave, të opinioneve, ka liri të shprehjes së mendimit, por nga ana tjetër këtu te kalohet deri në shfrenetizëm. Dhe përthyet në një farë mënyrë apo shkelet me të dyja këmbët edhe ajo që quhet etik, përgjegjësi, ndërgjegje. Pasi gazetari, dikush që ka një emër, firmos një analizë, shpreh tërësisht mendimin e vet, mund të kalojë dhe në akuza të drejtë për drejtë pa i mbështetur këto në fakte. Pra, nëse mund të shprehemi, ka një liri të shprehjes, vrunduj, domethënë ka një rendje, siç e thash pak më parë, për të kompensuar diçka të humbur, të munguar nga e kaluara, por nga ana tjetër do të jesh gjithmonë brenda kolanës që të imponon qëndrimi i drejtuesve kryesor të gazetës. Po, zoti Mio. Si mendoni, sot flasim për mediat që operojnë. Këto të paktën tek media që juve punoni, tek media që ju njihni normalisht më mirë. Mendoni se ekziston liria? Juve keni qenë gazetar, shpeshherë jeni gjendur dhe përballë abuzivizmit që tham pak më parë, apo përballë presionit gazetaresk? Deri diku mendoj se ka liri, por jo liri tamam të medjes. Gazetarët sot jo të gjithë veprojnë ashtu si duhet vepror, por në mënyra të ndryshme, siç e thanë dhe parafolësit, abuzojnë me detyrën e tyre. Po, qartë. E kalojmë tek operatorët duke qenë se dhe për një formë debati. Mos të keq kuptohet ky debat sikur ne tani po themi si gazetar që është faj i komplet i gazetarëve. Këto janë raste sporadike që duhen diskutuar për ta vënë në shina sa më të shëndosha në përgjithësi median. Por të flasësh për median, unë e thashë pak më parë kur mora fjalën fillimisht, është një temë shumë e gjerë që duhet folur, duhet të diskutuar edhe me specialistë, ndoshta një panel më të zgjeruar. Por po të flasim përse edhe për marrëdhëniet brenda gazetarëve, po të flasim raportet që ekzistojnë midis gazetarëve dhe pronarëve. Realisht unë mund të jemi lind si gazetar edhe servir një kronikë, një material në X ekran apo X gazet, por më del titulli s'ka lidhje fare me përmbajtjen e artikullit poshtë. Janë njësë probleme që duhen diskutuar. Po për mos folur pastaj për censurën, ndonjëherë ne edhe censurojmë edhe vetveten, shembujt janë me 10. Nëse realisht do të bëjmë debat të frutshëm. Ne kemi shumë raste që censurojmë veten, edhe flasim për lirinë e tjerëve pastaj. Do të thoshe që gazetari nuk është fillikat. Domethënë, gazetari ne po e marrim të shkëputur që unë di dhe nga ta shembujt që këtu përmenden, se si një gazetar apo gazetare sëndrat që thot populli. Mirë po, e ka një organizim të brendshëm, qoftë në median e shkruar, qoftë në median pamore. Edhe i dim rregullat. Është një kryeredaktor, një redaktor për rrethet diku. Është një redaktor, një drejtor informacioni diku. Duket sikur këta janë të shkëputur nga realiteti që vjen dhe në përgjithësi janë gjërat e jashtëzakonshme, është ajo kronik që të vjen, ndërsa kronika së cilës ne i shkojmë ne e njohim, domethënë. Ndim ndryshimet e një realiteti të caktuar, ta them siç bisedonim dy me kolegun Sulejmani për punën e pronave. Por atëre ne do të thoshim që të shkëputeshim edhe ta marrim, domethënë në rastin ton, gazetarin ose gazetarin si një formë, si një shprehje kolegjiale, ku pasqyrohet pastaj autoriteti për mirë ose për keq i një medie të caktuar. Sa ky gazetar e shfrytëzon për mirë lirinë e medias, dhe se sa ky e në përkëmbë. Domethënë këtu që ka të bëjë natyrisht me
me kalibrin e gazetarit. Se ne po punojve në një gazetë, qofte edhe te gazeta sot, quhesh gazetar. Edhe unë them gjithmonë që gazetari kudo që punon në median e shkruar elektronike, prapa ati ose mbi të ka një staf kur punohet në mënyrë kolegjale. Kështu që nuk është kjo liri edhe u marr ka shumë për këmbë, sepse përgjegjësia është kolegjale, nuk është vetëm e një gazetari. Sepse në fundit, siç na dha shembulli këtu, u gjobit një gazetë me 10 milion lekë. E nuk u gjobit një gazetar me 10 milion lekë. Kështu që ka një hierarki në gazetari. Po, bukur, zonja Luka, tham që keni një jetë të në gazetari. Ka pasur raste, doja të flisja tani të zbresim në rastet konkrete. Ka pasur raste konkrete kur juve jeni ndjerë e trysnuar nga redaksia e gazetës apo nga redaksia X televizion për të ndjekur një X politik të caktuar, në rast se ka? Unë kam një histori disi trishtuese të profesionit tim si gazetare. Jam një gazetare rebele, kokshkret, që profesionin dhe guximin i kam pjesë të vetës sime, që asnjëherë gazetarin nuk e kam bërë biznes, që kam riskuar familjarisht, ju e dini, më shedhur tritoli, jam plagosur fëmijët, burri, jam ndaluar në polici, unë kam përcjellë ngjarjet e 97-s, jam rrahur disa herë. Ngjarje nga më që nuk i shkojnë për shtat një shoqërie demokratike, një shoqëri, sa më tepër kur je femër. Nga kjo desha të them që unë kam qenë përballë sigurisht të politikës, sigurisht të klaneve të caktuara, sigurisht po edhe të qytetarit kur është kritikuar apo që s'më ka kuptuar. Por edhe jam detyruar të riskoj. Po në mbështetje të mendimit, janë shumë raste, nuk mund të them, ndoshta po të merrni atë librin unë gazetare rebele, domethënë jam në 30 gjyqe, jam rrahur disa herë, etj që i kam fituar këto gjyqe. Mund të them që për ngjarjet e 97-s është fatkeqësi e madhe që një gazetare grua me 2 fëmijë e përcolla kronikën e përgjakur në 97-s, isha përballë qytetit të irrituar, isha përballë bandave të ngritura, isha përballë politikës dhe i thash vetes që dil atje në turmë dhe pasqyroje çka ndodh gjatë ditës, nëse vini re një parti e caktuar mua më quan domethënë një dele e zezë që inicioi ngjarjet është e dhimbshme kjo. Po unë nuk mund të tërhiqem nga kjo. Tani unë mendoj se për lirinë e përcaktojnë dhe 3 komponentë tjerë, jam dakord me profesorin, doja të çoja mendimin më tej. Të kesh një liri të shtypit, do të thotë, e kam thënë vazhdimisht dhe kërkoj këtë në emër të profesionit, që gazetari, gazeta, organi, televizioni duhet të përgjigjen penalisht kur është fjala për shpifje. Ka një kod penal, sepse po na ndodh që gazetari apo edhe një organ do të fitoj pik tek një klan i caktuar që i kemi të dukshme, dhe i provojmë të gjithë këto, tek një parti politike e caktuar, tek një biznesmen, tek një kryetar bashkie, etj, dhe çfarë bën? Shfrytëzon organin e tij, gazetën e shkruar apo edhe televizionin për të degraduar, për të vënë në pozitë, për të shpifur për palën tjetër. Kjo është absolutisht e papranueshme. Kështu që nëse ne zbatojmë kodin penal, unë kam thënë shumë herë, gazetari duhet përgjigjet për shpifje. Ne themi unë kam rastisur në shumë gjyqe, dënohet një qytetar pse shpifi nga X qytetar. Po një gazetar që përdor gazetën, televizionin dhe shpif nda një qoftë nda një qytetar i thjesht, absolutisht duhet të ndëshkohet. Edhe organi duhet të ndëshkohet. Të hymë në parametrat e një gazetarie europiane. Atje ka sigurisht liri të shprehësh, të vërtetën e tjerë, po ka edhe ndëshkim. Nëse gazetari dhe drejtuesi i medias apo pronari pranon këtë shkrim, nuk e verifikon, nuk është e vërteta, të ndëshkohet. Nëse do ndëshkohej për shembull X gazetë, që s'dua ta përmend sepse nuk e konsideroj gazetë, që të thotë që bile deri në degradim duke humbur edhe etikën edhe kulturën e të shprehurit, do kishte një kufi, mendoj unë. Ana tjetër e problemit. Unë i ndjej njerëzit e medias, se s'mund t'ju them gjithëve gazetar, jo se kush janë për vete, po shikoj që kanë një arsim deri në 8 vjeçare, kupton? I ndjej këta, bile gazetaria është bërë një front pune që kush është pa punë të vinë në gazetari. Ne na dhem kjo gjë sepse ne jemi diplomuar, ku ta di unë, që të bëhet gazetari vërtet dhe ta kryej misionin duhet të jetë i përgjegjshëm edhe organi, edhe pronari, edhe drejtuesi i gazetës. Pse? E nis që nga pagat.
E nis që nga e drejta e tij për të siguruar, për të pasur siguracione e tjera. Nëse do kishte këtë vlerësim, nëse do i vije vendi atje ku duhet, gazetarit patjetër them dhe ai do të ndjej ndryshe. Pra janë dhe këto komponentë. T'ju them një kuriozitet, un kam qenë 12 vjet gazetar e gazetës Koha Jon. Më besoni kolegë të mi, nuk duhet ta besoni, unë marr vesh tani që vetet marr vjetërsinë, unë nuk figuroj fare te Koha Jon, megjithëse paguanim siguracionin, as në 97 nuk figuroj dhe as në një vit. Pra ku është papërjeshmëria e botuesit që ka qenë zoti Lesi, e kupton? Të tëra këto ndikojnë jashtëzakonisht shumë. Tjetër, unë mendoj se duhet të ketë një sindikat të gazetarëve. Or kush i mbron të drejtat e gazetarëve? Kush flet për kolegun? Kush e ngre zërin? Kush e mbron? Absolutisht jo. Të gjitha këto ndikojnë. Unë desh të shtoja në vazhdim me këtë, po dal në fundi sepse duke nisur nga ajo që the që kush i mbron interesat e gazetarëve, sindikate. Jo, të organizohen si duan gazetarët, unë them se ka probleme të jashtëzakonshme edhe në mentalitetin e vetë gazetarëve. Realisht ne kemi sindikat, që quhet Unioni i Gazetarëve të Qarkut Fier. Kemi qenë një periudhë të gjatë kohë shoqat, pastaj aderuam duke parë edhe kreun e kësaj sindikate, zotin Çipa, e pam të përkushtuar etj. Mendoj se ne funksionojmë me të gjitha arritjet edhe mos arritjet metat që kemi në këtë organizim, por ka një mungesë solidariteti midis gazetarëve dhe kjo është për të ardhur keq. Për të dalë te thelbi që ngriti zonja Luka, se në media ka dhe njerëz jo profesionist, po këto njerëz jo profesionist, to gazetarë apo gazetare janë për fat të mirë në Fier janë raste sporadike, nuk ka pse të heqë veshin ndonjërit këtu. Por kjo nuk është defekti i gazetarëve, po është i pronarëve. Unë do të thoshem pak fjalë se shtypsit në thojza më të mëdhenj të gazetarëve janë vetë pronarët. Me gjithë respekti që unë kam personalisht, ashtu besoj e kanë gjithë gazetarët për kontributin e tyre financiar, për hapjen e këtyre mediave, sepse ky është tregu jon i punës. Pa i paragjykuar këtë pronar, pasi ato kanë edhe biznes. Pra media është e kemi pranuar dhe realisht është edhe biznes, por ka një problem, ka probleme të jashtëzakonshme shumë të mëdha që duhen diskutuar këmbë kryq edhe me pronarët. Për dal pasi pak më tej tek ajo që tha zonja Luka se episodët që ajo tregoi për gjyqjet e tjera, realisht të gjithë gazetarët që kanë punuar nga vitet 90 e këtej kanë episode të tilla, mendoj unë. Por le të lëm ato peripecitë personale edhe të dalim pak tek thelbi. Ku do të shkojë kjo media me këtë format që ka aktualisht? Me gjithë arritjet që ka media në përgjithësi, qoftë media shkruar, vizive apo radiofonike. Unë mendoj se edhe në media duhet një revolucion shumë i thellë. Dhe aq më tepër kur ka, si thosh, edhe sindikata, por e di ç'ndodhi, të jemi sinqertë me këtë panel. Bëhet mbledhje sindikatës, X gazetar nuk vjen pa i marrë pronarin. Kjo është absurditet. Gazetarët kanë një sindikat dhe unë përfitoj edhe nga ky mision, me që po flasim për veten tonë, po flasim për median, unë them që çdo gazetar ta ndjej veten se nuk është ajo karta që ka marrë një gazetar të bën gazetar, që realisht ndonjëherë edhe me dashamirësinë time edhe të grupit organizativ që kemi ne aty, kemi dhënë ai kartë unionit. Nuk të bën karta, një kartë e marr në një televizion apo në një ashtu të bë gazetar. Gazetari do të bëj përpjekje maksimale për të arritur atje, për të përballur në fund me publikun, sepse ju jetoni në Vlorë, ne jemi në Fier, këto janë metropole që ka edhe njerëz të tjerë që mund ta bëjnë edhe më nga ne gazetarin. Atëherë, zoti Sulejmani, le të ndalemi në fakt se dolën në një pikë të mpret të dy kolegët tanë. Nuk ka gazetar, më thënë ka gazetar profesionist, por nuk ka dhe gazetar profesionist, tha zonja Luka pak më parë. Si e shikoni juve ndërthurjen e këtyre binomeve në gazetarin fierake dhe më gjerë? Pra, a duhet ketë një revolucion, a duhet ketë një përzgjedhje, a duhet ketë një status të veçantë? Në fakt është domosdoshmëri statusi i gazetarit, kjo nuk do diskutim, po je profesionist apo si je, nuk do të thotë që ta abuzosh me lirinë e medias. Kjo është dhe epiqendra. Unë nuk jam dhe dakord që u diskutua që për të rendur, në rendje për të kapur hapin e kohës, sepse humbi kjo dhe abuzohet me lirinë. Dhe me këtë jam dakord, pasi atëherë ka që një realitet tjetër sot është krejt ndryshe. Vetë gazetari ka vetë në dorë për trajtuar atë që do. Po flasim të gjithë për abuzim me të drejtën. Nuk do të harruar sepse vlerësime dhe shumë da kanë ardhur institucione apo organizma ndërkombëtar për media si
promotor ose nxitës të zbulimit të vërtetave apo të akuzave të drejt për drejta për shkelje, për abuzime financiare. Do më thënë janë këta gazetarë. Të vim të shtite ajo ana profesionale, nëse një gazetar s'është profesionist, që autocensuron, pra censuron vetë ose i krijon ditë shfryzohet liri. Do të thotë nëse një gazetar nuk di perifrazoj ose një gazetar nuk di flet me fjalë evazive të shumë kuptimta, ai dëmton veten dhe futen qorso ka që nuk i del dot më. Pastaj te gazetari profesionist futen dhe domethënë arsimimi, formimi konkretisht unë flas për televizion Apollon janë tërë shkollë të lartë edhe sepse janë elemente të rëndësishëm edhe në artikulimin e fjalëve, në ndërtimin e strukturës së lajmit. Unë sinqerisht edhe kur kemi bërë diskutime si koleg bashkarisht, ne i dim se ku qëndrojmë në vlerat e njëri tjetrit. Realisht televizioni Apollon është i hapur, kjo është gjë më pozitive. Por atëherë pse mos flasim hapur? Është një media lokale këtu që bëhet një aktivitet mediatik, është pjesë e gazetarëve, ku janë edhe ato gazetarët ase media dhe nuk jepet, censurohet. Po ky është fatalitet. Nuk jepet aktiviteti. Tjetër. Po diskutojmë një format marrëdhëniesh i dashur. Po diskutojmë formatin e marrëdhënieve. Ne kemi probleme edhe me vetveten tonë në raporte me gazetar dhe pronar. Ose edhe një televizion tjetër. E ka mbërthyer mikrofonin, pse nuk u dha një fond bashkie, e ka mbërthyer mikrofonin e televizionit e duke folur nga mëngjes deri në darkë kundra kryetarit bashkisë. Po pse kjo që nga media ta përdorësh si shigjet, pra. E tha pak më parë zonja Luka. Atëherë, po, zoti Sako. Në fakt ne duket se po kapim për fytyrën gazetarët, po këtë fushë njohim më mirë edhe këtë fushë po diskutojmë. Por mendoj që duhet ta diskutojmë çik edhe në kontekstin e përgjithshëm të shoqërisë. Kështu që në një ekonomi tregu pa rregulla, po them unë, që ekziston sot në Shqipëri, edhe tregu mediatik ka defektet dhe dobësitë e veta. Nësa për të përgjigjur shkurt asaj pyetje soi për cilësinë e gazetarëve, unë do të merr një shembull thjesht. Vetë mediat botojnë në faqet e tyre, mediat e shkruara ose mediat televizive japin njoftime që X firmë private kërkon të punojë një ekonomist apo një punonjës. Dhe kërkesa e parë thotë atje të ketë shkollën e lartë. Pra kriteret kur jepet kriteret e të marrjes në punë, thotë të ketë shkollën e lartë, bile vjedhë edhe mesatarja, që shpeshherë është mbi 8. Ndërkohë që vetë mediat nuk e zbatojnë këtë kriter që janë anonshojnë për të tjerët. Kështu që mendoj që pra arsimimi është baza. Zoti Rama. Në fakt, problemi i profesionalizmit ose jo, nuk është faji atyre që janë të punësuar, bashkojmë me mendimin e dikujt nga kolegëve që u shpreh pak më parë, por kjo ka të bëjë me anën selektive që i takon për ta bërë një media, drejtuesit e një media. Edhe në fundit është treg, është e vërtet dhe lexuesi apo shikuesi kanë në dorë për të bërë atë përzgjedhjen apo klasifikimin kuotimin në thonjza të pëlqyeshmërisë, preferencës së një gazetari ose jo. Por do të ishte me interes, nuk e di nëse do të ishte në pjesë të mëposhtme, për të folur për atë liri që ne po themi, liri edhe censur, edhe e përmendi pak më parë zoti Ladi, kur foli, sepse nuk mund të nënkuptohet liria nëse nuk kemi parasysh dhe censurën. Pra, shpeshherë kjo lloj censure, po mund të Në fakt doja t'ja kaloja fjalën në vijim të idesë zotit Rama. Vetëm diçka doja të thosha, kjo lloj censure duket sikur e transformon, domethënë dhe e zbjerr forcën reale të gazetarit. Po, faleminderit. Ka patur raste kur ju keni nisur një shkrim në gazetë dhe u është tjetërsuar, le të flasim për kokën e lajmit, le të flasim. Tek mua jo, absolutisht jo. Nëse ndodh kjo, unë iki nga gazeta. Për shembull, kam parasysh koha jon që kam pasur një liri të vërtetë. Absolutisht të vërtet. Nuk di raste të tilla. Po edhe tani me gazetën shqiptare dhe me Telegraf, edhe tek Ballkan. Nuk është abuzuar me titrin. Absolutisht. Të paktën edhe un kam punuar te koha jon. Absolutisht jo. Me mua flas sepse un kam një kriter në veten time. Nëse do ndodhe, un kam bërë një kontratë i dashur dhe them, nëse nuk do më lejosh që un të pasqyroj
atë që ndjej, atë realitet që është Fal, uniki. te koha jon, të gjithë artikuj që ke nisur lart te koha jon, kanë dalë me atë titull që ke vendosur ti? Absolutisht, po. Tash normal, kur lançohet në faqen e parë ka Besoj se duhet kështu, po. Jo, të lutem. Kur lançohet në faqen e parë ka redaksia, ka botuesi, ka kryeredaktori. Unë them nuk më është cënuar shkrimi, nuk më është cënuar titulli i shkrimit. Absolutisht. Ndoshta i vinte për 7 gazetës, nuk e di. Atëherë jo, flasim, kjo na nxjerr në një pikë tjetër që juve keni patur lirinë e duhur. Unë po, e kam pas. Keni dashur në shkrimet tuaja. Po, është e vërtetë. Pra do të është e thotë që vërtetë. nuk ka patur censur në vijim. Jo, nuk mund ta them këtë. Sepse nuk do përballej me mua, do ike, e kupton, unë kam kriter këtë. Po. Edhe s'më ka ndodhur. Jo, Zoti s'më ka Sako. ndodhur. Pse ta them? Atëherë jeni ndjeri trysnuar juve si gazetar? Jo, edhe unë në përgjithësi nuk jam një i trysnuar, sepse e thash edhe që para, në qoftë se jam nisur të bëj diçka, e kam paramenduar mirë se çfarë do bëj. Jam përmbajtur gjithmonë të vërtetës, edhe në vetvete jam ndjeri qetë. Por rastet të zbukurimit të titullit, po them unë, po e quaj të tillë, duke mos dashur ty në shembull konkret, ka patur. Ka plot sepse në fund të fundit edhe ne si gazetar kemi një shef mbi vete që ka një horizont mbasi që më të madh se ne, edhe shikon që një titull mund të jetë pak më bombastik, sepse në Shqipëri duam ne ta pranojmë, do ta pranojmë që nga ndonjë gazetë shitet vetëm nga titulli bombastik. Nuk kam, pra për të qenë në thelb të problemit, në ide edhe në përmbajtje të shkrimit nuk kam parë censur, po në titull kam parë. Ja, një sekond mikrofonin të lutem. Do më thënë ky ndryshimi i titullit, do të di edhe çfarë efekti ka, do më thënë jo thjesht për aperturën, po se that për të dhënë pak më bombastik. Nuk e di nëse e klasifikoni tek ajo ndërhyrje apo tek e ashtu quajtura liri, sado dhe me doza të vogla ndërhyrje liris. Sepse edhe ajo kërkon të shkaktojë një efekt të caktuar, apo e kërkon të jap një nuancë. Unë do ta quaj një liri të zbukuruar pak. Po, më fal, unë do thosha kështu, nuk duhet kapemi ke titullin, nëse titulli pasqyron pak a shumë, jo pak a shumë, po. Brendim që s'ka asgjë të keqe. Absolutisht asgjë të keqe. Pse do kapën? Censura. Absolutisht. Censura është e shkrimi i dashur. Qofse unë nis, trajtoj një problem, godas për një problem, shkatarroj atë kryetarin e bashkisë për korrupsion, edhe ti ma qeth apo më devijon, kjo është censura. E këtë unë nuk e fal. Zoti Gjerazi? Se folëm pak më parë për anën profesionale të gazetarisë. Se ne quajmë anën profesionale një gazetar të mirëfillt. Po nuk është vetëm gazetari i mirëfillt, se gazetar mund dalin edhe nga që kanë mbaruar shkolla të ndryshme. Po ai gazetari tregon vlerat e veta kur gjen burimin e lajmit. Edhe nëse e trajton lajmin edhe fiton një përvojë, atë mund të them që është një gazetar i mirë. Se marrim konkurrentisht të fjerë. Sa gazetarë janë të mirëfillt profesionalistë që kanë mbaruar dhe arsimin? Nuk e kemi gjithë. Që kanë mbaruar arsimin e lartë apo që kanë mbaruar gazetari? Që kanë mbaruar arsimin e lartë për gazetari. Po. Vuajnë të gjitha rrethen të këtë ditë, apo kam gabim unë? Ne kemi zonjën këtu që është gazetare mirëfillt që ka mbaruar për gazetari. Ose kemi zotin Maku, që është gazetar 40 vjeçar, ka një përvojë të madhe, kupton? Po ama shumë gazetarë të tjerë ne i kemi me arsim jo profesional për gazetari, po që kanë formuar një personalitet të tyre. Ata. Domethënë që më fal, ta bëjmë çik debat, nëse është për debat, nëse është për të bërë qefin një tjetër pastaj. Jo, për të bërë qefin jo, po Me çfarë stature flisni ju tani? Sa vite keni punuar gazetar apo thjesht si një lexues i vëmendshëm? Po të rri vëmendje si një lexues. Si lexues. Po një lexues nuk bën seleksionimin se bën seleksionimin. Po nuk e bën, më vjen keq. Nuk e bën. Mund ditë të tallojë që gazetar i mirë që ka një përvojë dhe gjen burimin dhe kush është një gazetar që deri sot ai ashtu do gjen një media të shkruar ose një elektronike edhe janë bërë gazetarën dhe vete kaput në pros shkollatije. Si jam në gjendje unë të Mirë, këtu ku punoni, ke të gjithë gazetar, po ta bëj pyetën drejt për drejt. I ke të gjithë gazetar. Janë gazetar me përvojë dhe kanë ditur të gjejnë burimin që është. Nuk po bëj fare dallim. Edhe unë po e nënvizoj. Boll, u regjistrove në një gazet Panorama, Kohajon, edhe të tjera, pa duke mos përmendur një tjetër, edhe nga të rohet esenca. Korespondenti është ai ndërlidhësi i cili jep të rejat e ditës.
edhe ai s'do t'ja di fare se ka artikuj problemar, se ka temë rëndësishme shoqërore për të arritur tek analizat. Unë këtu përfitoj nga rasti, le ta dëgjoj kolegu Sako, i kam lexuar të paktën 2 analiza, mbase ka dhënë shumë. Gazetari i mirëfillt, unë nuk po nisem nga kualifikimi profesional, e ka shkollën e gazetarisë apo nuk e ka. Por nëse gazetari nuk arrin të livrojë gjinit më të rëndësishme të gazetarisë dhe ngelet vetëm te karakteri informativ, i cili realizohet mjaft të lehtë me anë të komunikatës së bashkisë, me anë zëdhënësit të prefekturës, të bashkisë, të Këshillit Qarkut, me anë të komunikatës së policisë, duke dëgjuar një shokje, kështu ka ndodhur një aksident tek ish fabrike tullave. Ne ngatrojmë vëlla karakterin informativ nga gazetaria e mirëfillt, e cila ka peshën, seriozitetin, ngre problemin me kuraj. Ajo qoftë afirmativ, domethënë kuptimin e mirë që nuk e thash kot që parë, se cila do media dhe ne sikur të jemi të deklaruar të djathtë për shembull, nuk mund të mohojmë anën e oponencës. Domethënë ne do të flasim për një gazetari dhe për gazetar të cilët i vën shpatullat një gazete. Edhe unë kam parë të paktën në shtypin italian, nuk shoh një herë që u vra ky dhe u vra ai dhe u hulumua ky të zën titullin flamur që i thonë, kryen e gazetës. E kanë vendin, gazetat kanë xhepa dhe lexojnë deri te faqja e 42 për të jetë me 42 faqe. Pra në këtu, edhe do të nënvizojmë edhe një problem tjetër, do t'i rikthejmë sepse duhet ta diskutojmë mirëfilli. Çdo media ka platformën e saj. Edhe ajo nuk mund të tradhtojë vetveten, cila qoftë gazetë, cila qoftë radio, cili qoftë televizion. Ka një platformë të caktuar. Ku synon? Është pozicionuar? Jo pozicionuar. Ka strategjinë e zhvillimit që s'ka të bëjë. Strategjia e zhvillimit e një për shembull gazete. E din ata gazete qendrore. Çfarë strategji ka këtu? Po ata Gazetari. Kush është strategjia në një gazetë? Po cila strategjia? Ku i mëson kjo? Përse është ngritur kjo media? Përse është ngritur? Koha jon. Nëse unë e konsideroj një media, një gazetë të pavarur, gjithmonë flasim për shtypin e pavarur, jo ato partiak dhe të tjerë që dihet që janë të pozicionuar, dhe ne për këtë luftojmë, kemi një media të pavarur. Ky është edhe shqetësimi jon, apo jo? Bravo. Atëherë, ç'është kjo strategji? Ke formuar një gazetë, ke ngritur një gazetë, e ke të licencuar etj. Çfarë strategji ka këtu? Përveç se të thuash të vërtetën, të bësh gazetarin e vërtet, të jesh në krah të komunitetit tënd, të jesh në krah të kesh mision për zhvillimin e shoqërisë? Kjo është e përgjithshme. Nëse juve mlidheni një herë në muaj, bëni një analizë. Atëherë ku synon ku çalon pasqyrimi një realitetin tërsinë e tij, që ka të bëjë me një strategji. Cila problematikë shëmpret dhe nuk trajtohet? Cilave problemeve me rëndësi kombëtare, qoftë lokale, u anashkalohen. Këto kanë të bëjnë gjithmonë që jetën ta kapësh në gjersinë e saj. Dhe jo është të sjellin. Është ajo që unë thash pak më parë, që lajmi të vjen, por lajmi do t'i shkosh. Këti lajmi që do t'i shkosh ka të bëjë me një lloj strategjie. Se nuk mund të t'jale spontanitetit. E di pse më ngacmova se kam parasysh një fakt. Jo, kam parasysh një fakt se media. Jo, ne po bisedojmë si miq tash, s'ka. Jo, nuk po e bllokojmë që ta zbllokoni juve. Kam parasysh, më ngacmoi kjo edhe më vrau paksa, kur thua strategjitë medias. Mos ndoshta një media vizive apo media e shkruar ngrihet enkas me një qëllim të caktuar për të përfituar, për të mbështetur X parti apo X klan apo edhe e ka shndruar në biznes. Dhe qëllimi i ngritjes së kësaj hedhja e themeleve të kësaj media është që ajo është një biznes. Kjo më shqetësoni dashur. Atëre, ne këtë në këtë ta zvendësoj me fjalën pikëshunim xham. Ka një pikëshunim. Shiko, nuk do të merremi me anën formale, nuk do të marrim me anën formale të problemit. Dhe mua më vjen keq që ne diskutojmë, jemi përgjithsisht në një media këtu rajonale, siç është televizioni Apollon, edhe akoma nuk kemi thënë dy fjalë për përvojën e këtij televizioni. Ndaj, nëse këtu i heqim një nga shtyllat që janë edicionet informative, le të marrim emisionet. Si u hap kemi emisionet rastësisht, sepse duke u mbështetur në ata pikërisht kërkesë ofertë, ata kërkesë shpirtërore
apo politike, apo ekonomike që na sill një realitet, ne ndërtojmë pasaj një emision të posaçëm. Emisionet nuk ngrihen rastësisht, edhe nëse ngrihen rastësisht dhe nuk kanë jetë ata vdesin vetë ju. Të gjitha ato kanë të bëjnë me një strategji, se nëse ne jemi në një zonë ku ka zhvillim të vrullshëm të biznesit, televizioni Apollon ka hapur emisionin biznesi. Nëse jemi në një zonë të pasur me histori dhe arkeologji, ka hapur një emision vëzhgime historike dhe arkeologjike. Ka hapur një emision për kysh gati nga fillimi, koha dhe fermeri, apo jashtë qytetit për pasqyruar një realitet të caktuar. Ka hapur qyteti im, shtëpia ime, sepse erdhi si kërkesë jo e bashkisë, po e televizionit edhe komunitetit për të ditur ku po vete ky qytet, me të mirat edhe me të këqijat, domethënë. Televizioni Apollon nuk diskutohet që ka vlerat e veta. Unë nuk kam marrë të bëj analizën e televizionit Apollon. Juve u madh publiku dhe ju jeni në treg fal këtij produkti ju xhini çdo ditë. Dhe nuk ka them për të bërë qefin, por realisht jeni një ekran me pozitivitete dhe me kredibilitet në komunitetin Firak. Për këtë ulum, vazhdoni të përforconi punën tuaj si staf. Tani debati që ha pak më parë këtu, te strategjia që ka një televizion apo një radio apo një gazetë, është më së vërtet del New York Times në Amerikë edhe pozicionon pro apo kundra Obamës. Edhe kjo do të ishte më e ndeshme të ndodhte edhe tek ne. Del 6 muaj para, një vit para të deklarohet. Do të ishte dëmshme shumë mendoj unë, hapja një fushate dhe ta fillon televizioni Apollon vetëm me PD-n e të censuronte PS-n apo X parti politike. Këtu ndodhi. Në fushatë gjithmonë krijohet një kujtim. Dhe për mos të ngrënë kolegëve, unë do të thosha një gjë tjetër. Përderisa gazetarët nuk do të jenë solidar me njëri tjetrin, gazetarët dhe gazetaria do të jetë e shtypur. E thash pak parë me qëllimin jo të mirëfill të fjalës shtypja vjen nga interesat e pronarëve. Të ma hedhi poshtë në njëri këtë argument. Kjo është eksperjenca ime 16 vjeçare në media. Në fakt, të vazhdoj Sulejmani në lidhje me strategjisë deri aty ku tha. Domethënë strategji kanë gjithë sektorët e jetës, gjithë fushat. Ka arsimi strategji, ka politika, domethënë nuk mohoj, ai që mohon le ta mohoj. Dhe në kuadër të zhvillimit gjithë jetës dhe televizioni apo gazeta ka një strategji, pozicionimi, këndvështrimi i trajtimeve të problemeve dhe të thash. Problemi tjetër është që te atë që tha profesor Marku, domethënë ka kapur sa pika shumë të drejta dhe të vërteta, një korrespondent. Atë nuk i dëgjohet as zëri, as nuk di të formuloj tekst, as gjë ka çon një kaset, 2-3 pika i ku kaloj. Thot jam gazetar thot. Dhe këtu ky person profesionale që e trajtuam. Do të ky është pika më e vështirë ose më nevralgjike e medias, në përgjithësi të shkruar dhe vizive. Problemi ta vazhdonte se i dole më duket në shteg zotit Sa. Ne jemi bisedë lirë. Në konturin e ideve që folën shokët. Po nuk diskutohet që një media ka një strategji, ka një pikë synim, sepse flas gjithmonë për mediat private, nuk flas për mediat partijake, se ato dihen që në themelim që janë pro partisë së tyre. Po dhe mediat private ka një strategji, ka një qëllim. Ai që ka hapur ka investuar dhe investimin e ka parë me një perspektivë të vetëm, se ka parë për perspektivën time apo të dikujt tjetër. Por duke menduar dhe duke folur për një media të lirë dhe të pavarur, unë them që nuk duhet ngataruar nga ndonjëherë kjo ide dhe doja të thosha merre një shembull që shiko, ndodh që në një fuqi me bojë të zezë, rreth 10 kolla me bojë të bardha e prapë zezë ngelet. Në një fuqi me bojë të bardhë, një lugë të zezë hedh, edhe ajo e përzien bojën e bardhë. Në këtë kuptim, në këtë krahasim do dësha që ne nuk do të marrim shembull nga një gazetë që është lidhur nga duara me këmbë pasi kryetari bashkia apo pasi kryetari i partisë në qendër, dhe tash me këtë të përzien gjitha gazetat që janë në Shqipëri. Në Shqipëri janë me 10 gazeta. S'mund themi që të gjitha janë partijake, s'mund themi që të gjitha janë të lidhura, s'mund themi që të gjitha janë të censuruara, sepse në një gazetë ne shikojmë që ka edhe lajme të majta edhe lajme të djatha. Por unë në këtë aspekt, në aspektin e gazetarisë, do thosha që në Shqipëri në tërësi, pra do të flas në tërësi fillimisht, do të them që gazetat do të heqin dorë nga të qenurit të varura nga kronika dhe nga politika. Sepse duke propaganduar në gazeta vetëm politik, vetëm vrasje, edhe po ndodhin me vrasje dhe me 10 njerëz që po sakrifikojnë politikën. Ndërsa në aspektin e të kundërt, në shembull pozitiv do të merret televizionin ton, pa qenë as modest as mendje madh. Po duke qenë mendoj realist, sepse
ne trajtojmë edhe problemet të së majtës, edhe të së djathtas. Trajtojmë probleme edhe të pionerëve, edhe të fëmijëve, edhe të biznesit, edhe të gjitha fushave. Kështu që kjo është, për mendimin tim, kjo është një hapje, një liri e medias së shkruar. Dhe unë në këtë aspekt do të sjell një shembull personal. Në fushatën e fundit elektorale, duke dashur që t'i bëj qefin pronarit, e pyeta me pak finoklek, po them unë, nuk e di s'po gjej një fjalë më të përshtatshme. Vangel tha, ne jemi arbitra futbolli. Po që se do mbajmë një anë, tha, do bëjmë kundërshtar anën tjetër. Po mbajtëm drejt, tha, do na duan dy palët. Besoj se kjo është fabla më e mirë e të qenit të një mjedis pavarur. Nuk është profesionale. Ma hedhi poshtë, ja kemi Zenepen këtu edhe Makun janë gazetar të vjetër. Nuk është profesionale. Kush? Që në një kronik gazetari bën servilizmin për të mbuluar pafësitë e veta, duhet thënë bëj një përshëndetje për pronarin. Nëse ju u bën mirë kjo punë, vazhdojeni, e shtoni, kaq kishon. Bravo, ashtu është e drejtë. Një minutë për të plotësuar këtë të Vangelit, për të treguar pa në ashmërinë e televizionit. Para ca ditësh, unë dhe zoti Maku ishim në një davet. Dikush një nga kuadrat e qytetit foli dhe vlerësoi televizionin Apollon, që është i vetmi televizion apo jo Maku, tha që është i paanshëm. Edhe në fakt, nëse ju keni ndjekur me vëmendje edhe ju si kryetari i gazetarëve, televizioni Apollon ka pasqyruar bindjet, pikpamjet e së majtës, pikpamjet e së djathtas, ka pasqyruar e së qendrës, nga balli kombëtar, nga Partia Komuniste, nga gjithë. I ka pasqyruar të paanshmëri. Dhe kjo është ajo që ne kemi fituar. Ata që thoni juve që shpesh sherr përmendet presidenti, kjo është e drejtë. E di pse ndodh kjo, i dashur kolegë, e di pse ndodh që vlerësohet edhe në Vlorë. Unë e ndjek me shumë kënaqësi. E di pse ndodh kjo për televizionin tuaj? Sepse ju keni pronar një djalë me kulturë, i sferës së artit, që e nje në detaje dhe i dhëm arti, i dashur. Bravo. Por, unë shikoj disa televizione që ai deri dje ka shitur çamçakiz me një tavolinë të vogël, dhe krejt papritur ka ngritur një televizion. Unë mendoj se kurse si nuk e lidh atë profesionalizmi i gazetarisë, por interesi. Pra kjo është arsyeja e Apollon. Unë desha të them gjë tjetër. Para 2 ditësh e kam dërguar një letër Merobazës. Nuk e di nëse më lejoni të mendoj se jemi mes kolegësh dhe kam kënaqësinë sepse nuk e gjejmë ku doktor. Në Vlorë atë problem që keni ju, ne kemi shumë të agravuar. Ne jemi rreth 25 gazetar, unë jam zgjedhur kryetare gazetare e shoqatës gazetarëve profesionistë që nuk vinë asnjëherë dhe nëse unë drejtoj shoqatën gazetarëve profesionistë nuk vjen njeri sepse asnjëri nga ata s'është profesionist. Prandaj edhe gazetarët kështu e kanë, madje mburren, nxjerrin gjoksin ata që s'janë. Pa problem, rëndësi ka të bëj detyrën mirë. Para ca ditësh unë i kam dërguar një letër Merobazës dhe do ta botoj nesër ose pas nesër. Çfarë them? Shqetësimi, nuk e di, hajde se është vërtet është një moment që duhet mbështetur. Edhe duhet. Se moralisht ai është dëmtuar. Normalisht kështu ndodh. I ndodhi një gjë e rëndë, një akt, e pafalshme. Ju dëmtua makina luksoze që ishte rreth 30.000 euro, sikur se thash shtypi. Ju lutem më ndjeni edhe ti qytetar që më shef më ndje, nuk kam asgjë dhe nuk e lidh me veten time absolutisht çfarë më ka ndodhur edhe si më ka ndodhur. Por them që ka diçka. Nëse gazetari, unë për vete gjykoj, Merobazën e kam mik, pavarësisht se në vitet 97 thoshte Luka dogji Vlorën dhe mua ndark më vendosën Tritolin, kam merak, shumë merak, se mos Merobazë ka abuzuar me detyrën. Deri në momentin, deri vjet, pa marrë pushtetin Berisha, ka qenë njeriu më i afërt i ish kryeministrit. Ka ndikuar, për të mos thënë, ka peshën e vet në marrjen e pushtetit të së djathtës. Të jemi realist. Madje, ai është gazetar i fort, do thosha, që ralli. Nuk e lidh me Ramën, e lidh me veten. Nuk e di. Pra, i shërbeu në mënyrë të tejskajshme. Tani, ka merak se mos ndoshta nuk ju plotësua në një tek, në një allishverish. Jo, absolutisht.
Absolutisht. Unë nuk di nëse është autor Berisha dhe njerëzit e tij, se ka zgjidhur akoma, edhe s'mund ta themi këtë. Po ka merak se shkaku i vënies së tritolit në mjetin e tij, jo në shtëpi, e tek fëmijët, mund të jetë dhe kjo. Tani unë them, një gazetar nëse është gjithmonë njësoj, gjithmonë i ashpër, i rrept, që trall janë, se duhet të riskosh. Nëse do ishe për në gjithë kohët njësoj, kurse si nuk, o do jesh gjithmonë i ndëshkuar, ose do të ngas njëri. Ky njeri që superlativa si gazetar që mbështeti atë klasë politike që mori pushtetin, tani krejt papritur ju kundërvu me të drejtë, sepse ai ka fakte argumenta dhe unë po e vlerësoj dhe po e çmoj. Unë tani e quaj gazetar Mero Bazën, që nga momenti që sulmon Berishën. Atëherë zonja Luka, duke dashur për të vazhduar pak më tej, më falni zoti Pone. Dalim tek një pyetje normale, a ka pavarësi reale të shtypit? A ka interesat në këtë mes? Apo ajo fjala e pavarur është e klapëzuar, paja apo e çvarur? Unë e thash në fillim, një dashur koleg, që unë nuk shikoj përjashto Top Channel, përjashto edhe në televizion tjetër, Vizion Plus, e ku ta di unë, Apollonin, që e vlerësoj, sinqerisht e vlerësoj. Ja kaloni televizionet të Vlorës. Më besoni për këtë. Jo nderisht, janë vlerat tuaja. Unë nuk shikoj të ketë pavarësi. Si mund që është e pavarur me Germa të më dha Gazeta 55, që nuk ka gazetë më të varur pas të djathtës. Nuk beso, as RD-ja nuk e bën atë mision që bën Gazeta 55. Lezuesit bëjnë ndarjen e majtë djathtë pa çka se termi i pavarur apo jo? Absolutisht, ai s'duhet jetë. Thuaj jam e të djathtës dhe pikë, mbaroi kjo punë, kjo histori. Sikurse ka qenë dhe tema para 2-3 vjetësh. Prandaj nuk ka gazetë pavarur. Po. Nuk ka. Faleminderit zonja Luka, meqense unë dua të ndalem se zoti Muça hapi një debat çfarë dhe e lidhi me televizionin Apollon. Jo për të vendosur ekuilibra, por meqense kemi dhe drejtuesin e emisionit Zëri Juaj, kam përshtypjen se ky emision i vendos ekuilibrat dashur apo pa dashur. Si mendoni ju, jeni ndjer ju i njanshëm në emision apo keni parë diçka nga televizioni Apollon, sepse tham që ky takim, kjo bisedë le të vlej dhe për të mësuar në rast se duhet të mësojmë. Po, pa dashur në fakt për të krijuar më tepër hapësira duke qenë dhe pjesa dërmuese e gazetarëve të televizionit tonë, unë nuk do të shkoja të ndalesha më gjerë, por do të thosha në pozicionin tim kam qenë gjithmonë në atë stad që i takon një gazetari, brenda neutralitetit. Dhe sa herë që ka pasur një temë për të parashtruar, temë kuptohet që ka brenda dhe politikën, atëherë çdo gjë ka qenë në dorën e telefonuesit dhe përcjelljes së mendimit përtej receptorit të telefonit. Do të thotë, kushdo mund të ketë pasur mendimin e vet, dhe nëse përtej telefonit dëgohet një mendim që ka paksa nuanca, po them, të kahut majt, po e quaj, gjithmonë përpiqem për të bërë palën tjetër, pak oponencë për të katalizuar apo për të nxitur telefonuesin për të parë efektshmërinë apo mbrojtjen e mendimit vet. Sikurse do ndodhet nëse telefonuesi do t'i përkisë kaut tjetër. Gjithmonë nga ana e drejtuesit të flas ka neutralizëm dhe jo shprehje të njëjtit pozicion apo pozicion tjetër. Telefonuesi është i lirë të mbajë qendrimin e vet, kuptohet. Qysh në hyrje të kësaj bisede, e dija që nuk do t'i ezaronim të gjitha ato që ne mendonim të thoshim, apo të gjitha ato problematikë që shqetëson sot median. Por për ta mbyllur, kisha një pyetje për të gjithë ju, unë do doja ta filloj nga kryetari i Unionit të Gazetarëve. Si mund ta transformojmë median që ne të krijojmë një media të pavarur? Flasim për ta mbyllur këtë bisedë, pra flasim për gazetarin vizive dhe të shkruar. Për të bërë një media të pavarur, do një bashkëpunim i sinqert këmbë kryq me ata që i kanë mundësitë financiare, siç është rasti pronarëve, e para, të ngrihet në një nivel të lartë bashkëpunimi i shoqatave apo i sindikatës, siç jemi ne në rang qarku, dhe e treta do thosha që është më esencialja, pronarët, ju lutem shumë pronarëve të medias të mos marrin profesionista dhe njerëz rrumpall, sepse po degenerohet gazetaria. Ata që nuk kanë aftësi për të bërë median edhe nuk plotësojnë kriteret bazë për të qenë një gazetar, të paktën në nivelin mesatar të komunitetit, nuk kanë punë me mediat, në alen rahat ne të jetë paktën që mirë apo keq kemi ca vite e kështu. Me këtë do të them që nuk do të vinë të rinj pas nesh. Do flasim për vitet, po, të rinj do mësojnë. Absolutisht, të rinj kemi qenë ne, por realisht unë e them me dhimbje që në gjirin tonë nuk flas vetëm për
brenda po themi të fjetë të qarku, po realisht në media janë futur njerëz të paftë që ndoshta s'ka lidhje fare me media, po tunden ato kartat e gazetarëve dhe kjo është një fatkeqësi. Pa mohor, pa dyshim, arritjet që ka media në vitet e demokracisë. Kjo nuk mohohet absolutisht. Përveç atyre që tha kolegu, që unë e respektoj për firmën që ka, lexoj shpesh, unë mendoj se ndikon edhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme. Atë që e thash që në fillim. Demokraci do të thotë ligj. Unë them se edhe në gazetari duhet të respektohet, të zbatohet ligji. Çka do të thotë? Që një media, një pronar, një redaksi, një kryeredaktor, një gazetar që shkel ligjin, që shpif, që është i papërgjegjshëm në detyrën e tij, duhet përgjigjet ligjërisht. Që do të thotë? E zëm se unë di që Top Channel është dënuar me $130,000 për një kronik që e çoi atë vajzën, një juriste, s'mund ta them me emër, në psikiatri, $130,000. Atëherë, nëse ne ndëshkojmë këto televizione, këto gazeta që arrin t'i shërbejnë vetes apo një klanit caktuar apo një partie të caktuar apo një pushtetar i caktuar, do kufizohen. Patjetër do kufizohen. Gazetarët duhet të jenë të përgjegjshëm edhe duke u ndëshkuar nga ligji. Unë nuk shikoj një gazetar të dënohet për shpifje. Ka shpifur sa ka dashur, ka bërë efektin e vet, ka denigruar moral, e ka masakruar lirinë e tjetrit, edhe ka nxjerr gjoksin. Çfarë ndodh? Shkon Fatos Nano, sa fitoi në atë gazetën italiane? $130,000. A 90,000 diçka e tillë. Pse se u shpif? Ne pse se aplikojmë këtë? Po bjeri, riu i navan. Jo, pa këto nuk do kemi media se ndryshe pastaj shndrohet në biznes sikur se është shndruar deri tani. Pra, profesionalizëm që nga gazetari, profesionalizëm që nga pronari i televizionit apo i gazetës, detyrimisht edhe lexuesi do të respektoj sepse jemi në krah të tij. Ky është shkaku. Në vijim të dy kolegëve, do të thosha, njëherë duhet të mësoni një herë mirë. Duke u nisur nga burimet e informacionit, një media do të rritë personalitetin dhe do të jetë e pavarur kur gazetari të mos luajë rolin e gjyqtarit, të ndaj palët, sepse vëmre shpesh që ndahen palët. Palët mund të ndahen në mënyrë objektive dhe subjektive. Së dyti, do të jepet fund ignorancës në gazetari kur, për shembull, nuk mësojnë gjërat më elementare që i din ata ku ne vemi të mësojmë prej tyre. Dhe harrojmë, unë ju kujtoj vetëm një përvojë të hershme, kur një gazetar dikur shkon tek një kryetar kooperative, kishte marrë vesh që zhvillohesh jashtëzakonisht lufta për ushqimin e baktive dhe ishte mbjell jashtëzakonisht jonç. Gazetari shkon te kryetari i kooperativës, nxjerr bllokun dhe ka marrë një problem të rëndësishëm. Po i thot, a kultivohet jonxha në kooperativën tuaj? Në atë fermë, në atë kooperativë. Edhe ai kryetari që ishte ai njëm dy dhe mbante syt poshtë. Edhe ky kujtoi se mos ka rënë gjë lapsi, tha. Jo, shiko, tha, se ti mbi jonxhje. Ti po pyet, a kultivohet jonxha? Ti je jonxh. Prandaj ka të bëjë me njohjen. Gazetari duhet të jetë erudit, të di edhe nga biznesi, edhe nga bujqësia, nga pemtaria, nga kultura e ullirit, po nga politika, të di kahjet e politikës të njohë mirë, ç'është djatha, ç'është majta, ç'është qendra, që janë ekstremet. Tash nuk është ai thjesht se e para dhe e dyta në kuptimin profesional, unë pas lajmin brëm kur Giorgio Napolitano, edhe di që nuk do flisim shumë se 20 sekonda. Sinkronet në televizionet italiane nuk janë më shumë se 15-20 sekonda. Atëre çfarë do thotë kjo? Do thotë që gazetari të mbaj peshën e kronikës, të njohë problemin, ta zbërthej, ta trajtoj dhe pastaj sa për ilustrim le të marrin një 15 sekondësh. Neve tash një të bërë një hyrje, po flas në përgjithësi për media, bile deri ato që ne po i kemi idhuj. Edhe deri te Top Channel, Klani, Vizioni, ora më thash. Domethënë nuk ka një raport llatarshëm. Domethënë 1-2 dhe gati se i themi na mikrofonin përpara, folti, atëre bëjmë koklajmi, s'bëjmë as një hyrje, nuk ndriçojmë as një problem, nuk kemi konfrontimin. Kultura gazetareska nuk është vetëm kulturë profesionale, po është enciklopedike.
të thosh SNV. Do të pyesnin tu në Fier, unë do thoshe që ma zbërthe. Duhet kulturë e këtij realiteti, duhet kultura e ekonomisë së tregut. Pa këtë nuk e ku vete. Faleminderit. Zoti Sulejmani. Po, shpeshherë gazetarët bëhen zëdhënës të drejtuesve të institucioneve apo forcave politike, për mos thënë që edhe i shërben politikës. Pa ditur se duke u kundërvënë dhe interesave ose kauzës që ka një televizion për pasuri dhe objektivitet. Ka raste shpesh. Pjesa tjetër është paaftësia e gazetarit për të menaxhuar situatat në përputhje me objektivitetin e trajtimit të problemit që kap. Dhe problemi tjetër... Për ta mbyllur, si mund ta transformojmë këtë media sot? Kjo bëhet... Patër një media të qëndrueshme. Pronar konsekuent, gazetar profesionist dhe marrëdhënie të drejta. Faleminderit. Zoti Sako. Pa dashur të përsëris kolegët, me që vetë jam një përzierje gazetar ushtarak do të marr një shembull për të bërë përgjigjen asaj pyetjes tuaj. Unë mendoj që media do të jetë e lirë kur gazetari do të jetë një sklav në një qendër zjarri të pathyeshme. Të jetë sklav i së vërtetës, po ama të ketë dekoracën e ligjit mbi vete, mos ta prekë njëri kur thotë të vërtetën. Të jetë i mbrojtur, po. Saktë. Edhe unë them gazetarit të jetë trim, guzimtar, të gjej burimin të thotë gjithmonë të vërtetën. Kështu mund të krijohet serioziteti i një medie serioze. Faleminderit. Po. Sa nuk do të gjë gazetar do të jetë sa të ndërgjegjshëm, mos të çohen gjithmonë te kronikat e zeza, po të kapim shumë probleme, vetëm ato janë si mos probleme ekonomike. Po. Të fushat ndryshme. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë nëse do të duhet të përdori një spot, do të thoshja për një media të së ardhmes. Pak e huazuar, edhe kjo do të thotë ndërgjegjësim dhe bashkëpunim të gjithë faktorëve për të paraqitur fytyrën e vërtetë të realitetit. Faleminderit. Atëherë, zoti Mio, për ta mbyllur të paktën një mesazh për median. Gazetari duhet të jetë gjithmonë i saktë, preciz dhe ato lajme që jep të jenë të sakta pa anësi. Faleminderit. Zoti Xheba? Gjithashtu edhe për mua nga ana ime, gazetari duhet të jetë i përpik, të kapin lajmet që duhen bërë, çdo gjë të jetë me shumë përgjegjësi. Faleminderit. Mirë, atëherë, kuptohet, unë e thash dhe pak më parë, nuk mund të thuhen në një minutazh të caktuar të gjitha ato që ne na shqetësojnë sot, të gjitha ato që shqetësojnë median fierake, vlonjate apo median në mbar Shqipërinë. Gjithsesi, unë ju falenderoj që na nderuat me ardhjen tuaj këtu. Ju falenderoj të gjithëve që pranuat ftesën tonë. Do doja të falenderoja në veçantë zonjën Luka që është nisur nga qyteti i Vlorës dhe ka lënë goxha punë pas. Ju falenderit. Faleminderit, shikues të nderuar, ishte gjithçka e përgatitur në këtë emision të javës Qyteti im, shtëpia ime. Bashkë mirupafshim. Qyteti im, shtëpia ime, dialog midis nesh, qytetar, biznesmen, bashki, vizion ynë për ta parë Fierin nga kuota të larta qytetërimi, Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik, hapësira turistike, vlera intelektuale.
zjarë fotografin të pu, se dashuria, gjelozia po më mbyt, je marësia, ëmbëlsia, jeti këngë pa fund, dhe unë jam vala, ti e deti më përkund. Po di që nga mali, më thuaj ku të shkoj, kujt i them të dashuroj, ose më djali, të them të dashuroj, dhe si ty nuk ka zjarë fotografin të pu, se dashuria, gjelozia po më mbyt, je marësia, ëmbëlsia, jeti këngë pa fund, dhe unë jam vala, ti e deti më përkund. Po di që nga mali, më thuaj ku të shkoj, kujt i them të dashuroj, ose më She
mesazhi ke marrë kampanë celular, mora vesh se kush e di, ku do futesh mor rrezik, ku do ikësh mor shkret, do të varr me këmbë përpjet tani. Ha 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 ha, ti kujtove se ma hodhe budalla. Ha ha, ti e di se darda bishtin prapa ka. Ha ha, ik tani dhe mos më qaj si kalama. Ha ha, o bogot ti bëre vetes. Ha 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 ha, ti kujtove se ma hodhe budalla. Ha ha, ti e di se darda bishtin prapa ka. Ha ha, ik tani dhe mos më qaj si kalama. Ha ha, o bogot ti bëre vetes. Ha ha ha, me ti si të paj dëgjova çfarë të tha dhe ta bëri me sy. Unë e di e kish me ty ku t'ja sheti ato. Unë e di kush është ajo, e di. Nuk i haun këto, mos më thuaj mua ajo ku e gjeta surrat, se fut djeri në shtrat. Mbyllë gojën mos e zgjat, se tani u kape matje mat. Unë e di si të paj dëgjova çfarë të tha dhe ta bëri me sy. Unë e di e kish me ty ku t'ja sheti ato. Unë e di kush është ajo, e di. Çdo mesazh që ke marrë kampanë celular, mora vesh se kush e di, ku do futesh mor rrezik, ku do ikësh mor shkret, do të varr me këmbë përpjet tani. Ha 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 ha, ti kujtove se ma hodhe budalla. Ha ha, ti e di se darda bishtin prapa ka. Ha ha, ik tani dhe mos më qaj si kalama. Ha ha, o bobot ti bëre vetes. Ha ha ha. Ti kujtove se ma hodhe budalla. Ha ha, ti e di se darda bishtin prapa ka. Ha ha, ik tani dhe mos më qaj si kalama. Ha ha, o bobot ti bëre vetes. Ha 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 ha, ti kujtove se ma hodhe budalla. Ha ha, ti e di se darda bishtin prapa ka. Ha ha, ik tani dhe mos më qaj si kalama. Ha ha, o bobot ti bëre vetes. Ha ha ha. You